Një muaj më parë vendosi Kurora Lulësh dhe nderoi të rënët në Graz të Lipjanit, të njëjtin veprim e bëri edhe sot, duke përkujtuar 2 fëmijë serb të vrarë para 14 vitesh në Gorazhdec. Me këtë rast, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se askush nuk mund të vrasë të ardhmen lojën dhe gëzimin e fëmijëve të Kosovës. Drejtësi presidenti ka kërkuar edhe për 400 fëmijë të vrarë nga forcat serbe gjatë luftës së fundit. Drejta për jetë është fundamentale për të gjithë. E tillë do duhet të ishte edhe për rreth 400 fëmijë shqiptar nën moshën 15 vjeç që gjatë luftës u vranë nga shteti i Serbisë. Ndërkaq, këta fëmijë këtu vranë nga dora kriminale e jo nga shteti. Thaçi u zotua se do të punojë që çdo krim të zbardhet dhe të ndëshkohet, duke kërkuar edhe zbardhjen e fatit të pagjeturve. Insistoj që të zbardhet fati i të zhdukurve, qofshin shqiptar, serb, malazez, rom apo ndonjë komuniteti tjetër. Të gjithë kemi përgjegjësi që të punojmë në këtë drejtim. Presidenti shpreh i bindur se pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve është i mundur dhe kjo do të ndodhë, madje këtë e konsideron si paqe për rajonin.